Nëse një person ka shkut të një hoxh në thojza normal, dhe ai ka bërë nusk, çfarë të bëjmë me ta? Nëse ke qëllimin çfarë të bëjmë me nuskën, duhet ta djegësh. Nëse ke për qëllim çfarë bëjmë me atë hoxh, të mos shkosh herën tjetër. Nëse ke për qëllim çfarë bëjmë me këtë person që ka shku te hoxha, ta këshillosh që të pendohet edhe të mos e përsërit këtë gabim. Por në të gjitha rastet, këto veprime janë të gabuara. Sido që t'ja nuskat me Kur'an apo me magji, stakfirullah, nuk ban me i ba. Me magji janë shirk edhe kufër që duhet mu pendu, edhe mos me përsërit edhe me i zhduk ato hemali, ato nuska. E nëse janë me Kur'an, nuk është shirk edhe kufër, po është mëkat. Prapë duhet me i largu, me i djeg edhe me u pendu edhe mos me vepru gjërat të tilla. Pra në gjitha situatat, themi që këto veprime janë të gabuara, kujdes, kujt i trokit një nder në emër të shërimit. Allahu ju dha shërim edhe shpëtim.